Shkolla profesionale në Shtime ka përuruar sot bibliotekën në kuadër të një projekti të mbikëqyrur nga Kryqi i Kuq, pikërisht në ditën e librit me 23 prill. Nikoqirët, duke i falenderuar donatorët, theksuan se kjo bibliotekë për ta është rëndësishme për shkak të ndikimit që ka lexueshmëria tek nxënësit. Është kënaqësi e veçantë që sot po përurojmë zyrtarisht bibliotekën, e cila është për herën e parë në shkollën tonë. Dhe do të shërbej dijes leximit dhe zhvillimit të gjeneratave të reja. Kjo bibliotekë është rezultati i punës Simonce Besa Haxhiu dhe Emine Tashullës dhe përfaqësuesve të nxënësve, ku kanë marrë pjesë gjithsej 22 nxënës, por të ishtu edhe nxënësit të tjerë përfaqësues që prapërsisht 80% e shkollës janë angazhuar në këtë drejtim. Këtë kjo është si mbështetje kryesore kemi pas Kryqin e Kuq të Kosovës në kuadër të projektit promovimi i vlerave humane, ku si rezultat i kësaj pune të donatorëve, profesorëve, nxënësve kemi arritur që sot të përurojmë bibliotekën. Gjithë dhe ju falenderoj për kontributin e dhënë në këtë hapje të bibliotekës së shkollës. Nga Drejtoria e Arsimit në Shtime përgëzuan udhëtësinë e shkollës që ja dolën ta kompletojnë me infrastrukturë shkollore. Kjo shkollë po pavarësohet dita ditës me kabinete të ndryshme, me pajisje për pastrim të këtij objekti, njërit tash edhe bibliotekën e re, e cila shpresoj që të kontribuon për gjithë nxënësit, si dhe ta pasurojnë dhe të angazhojnë të armën sa më shumë me fundin librar, ku po shoh që ka donatorë tjerë që sërish do të sjellin libra të ri, gjë që kjo do të mundson domethënë cilësi në arsim jo vetëm në këtë godinë shkollore, por shpresoj që do të ketë libra edhe për shkollat tona që kemi në tërkomunën e Shtimës. Po ashtu falenderoj posaçërisht edhe nxënësit që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në këtë projekt, të cilët do kanë bërë një punë vetëm rrugëse që ta kenë shumë të nxënës të punojnë këtë drejtim. Ma shumë nuk kam shkallë të propos që do të mbështesim të armën edhe më shumë në projekte të tilla. Falenderime për përkraje kolegiale paten edhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. E kena nisë si një punë tamam një frymëzim për nxënësit, ka qenë një ëndër kjo për bibliotekën, qysh kur kemi fillu me implementimin e këtyre projekteve. Idetë e nxënësve e para që u ka rënë ndërmend ka qenë me hap një bibliotekë të shkollës. Po filloj për zyrtar për arsim, ku na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, ku edhe librin e parë që ka vënë mend çdo herë për bibliotekën tonë e kena dhuratë krijim shefit të arsimit, zotëri Lulzim Sahitit, pastaj programin e drejtorit, mësimdhënësve, Kryqit Kuq, nxënësve që kanë punuar pa orar, ndoshta deri vonë nuk kanë shkuar në shtëpi të kërkuar për donator të gjithë mbështetje. Për bibliotekën kontribuan edhe bizneset e Shtimës me donacion deri afro 4.000 euro.